Mirëmëngjes, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek arrestimi i Nikola Maduros. Kam të ftuar ditën e sot me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes, kënaqësi. Jo, faleminderit për ftesën. Zoti Dauti, ashtu si e thash, nisim me arrestimin e Nikola Maduros dhe paralajmërimit të Donald Trump ndaj Delcy Rodriguez, Shtetet e Bashkuara, duket tashmë se po ndërhyn direkt në politikat e Venezuelës dhe po imponojnë ndoshta edhe një tranzicion politik. Ju si e shihni, a është vërtet kjo ndërhyrje një shkelje e hapur e sovranitetit të Venezuelës dhe nga ana tjetër cili është dhe mesazhi që i dërgon qeverive të tjera të Amerikës Latine që mund të sfidojnë ndoshta dhe interesat amerikane? Po, bëhet fjalë për një tentim për ndrim të regjimit në Venezuelë. Është kjo politike vjetër e SBA-s, të cilët ata qeveri që nuk ju pëlqejnë apo që kanë konflikt me interesat amerikane, përpiqen që t'i ndrojnë pushtetet. Tani në mandatin e parë Trumpi u mor me Venezuelën dhe na kujtohet që e delegjitimoi presidentin Maduro, ashtu që i detyroi edhe shumë shtetet e Evropës, përfshi këtu edhe Shqipërinë, të cilat u detyruan që të njohin një president tjetër, mirë po ajo iniciativë atëherë dështoi dhe nuk ndodhi ndrimi pushtetit. Tani në mandatin e dytë, kuptohet që tentativa vazhdoi, ai u përpoq që nëpërmjet bisedimeve, negociatave, që të vidë në ndrim të pushtetit. Neve na kujtohet edhe Grenelli ishte dhe u takua me Venezuelën si përfaqësuesi Trumpit. Mirë po me të bërë këshilltar për siguri Marco Rubio, i cili është një kubanes dhe ka interesa që edhe Kuba të çlirohet sipas tyre, për shkak se sipas tyre është e okupuar nga komunistët. Ata tani me seriozitet më të madh u përpoqën që ta ndrojnë regjimin në Venezuelë dhe nuk ka dyshim që ishte një sukses i mahnitshëm, do të kisha thënë, i amerikanëve në kapjen dhe kidnapimin apo rrëmbimin e presidentit Maduro. Dhe për mendimin tim, edhe pse ne shiqojmë disa fotografi se fjala bombardohet Caracasi, që në fakt edhe është bombarduar, po nuk besoj që ajo ishte një aksion ushtarak për kapjen e Maduros. Mendoj që më shumë ishte për show, një mbulesë e kidnapimit të presidentit Maduro. Besoj që presidenti Maduro është trahtuar nga njerëzit e tij, është kapur nga njerëzit e tij dhe i është dorëzuar amerikanëve, pa lënduar bashkë me gruan e tij, të cilët pasi që kanë arritur në Amerikë, atëherë zbohet ai show me bombardimin nga helikopterët amerikanë, për shkak se nuk është e mundur që të hyjet në kryeqytetin e një shteti, e cili ka mbrojtje ajrore, dhe askush mos i gjuaj ato helikopter, kur helikopterët është shumë lehtë për të rrëzuar. Venezuela ka mbrojtje ajrore nga Rusia, të cilat janë të aftë të izrojnë edhe aeroplanet F-16, e ku mbeti më helikopterët, të cilat në një lartësi të ulët kalonin nëpër Caracas, të paktën 10 helikopter dukeshin nga fotografitë çka i pa. Pra bëhet fjalë për një tradhti, një shitje të presidentit Maduro nga njerëzit e tij. Mirë po duhet kemi parasysh që nuk përfundoi me kapjen e presidentit Maduro, ende nuk i ka arritur qëllimet e veta SBA-ja në Venezuelë, dhe do të shiqojmë në ditët e ardhshme se çfarë ndryshime do të ndodhi. Mirë po kjo është fillimi kësaj lufte dhe tentative, nuk është si disa analistë që e shpjegojnë se me këtë edhe përfundoi aksioni në Venezuelë dhe Venezuela tash do të ndjek politikën amerikane. Unë besoj që jemi larg asaj dhe si përfundimisht SBA-ja do të dështoj në këtë tentim për vjedhjen e naftës së Venezuelës, ashtu sikur ka dështuar në shumë shtete të tjera. E qartë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, Donald Trump ka deklaruar se do ta drejtojë vendin derisa të jetë i mundur një tranzicion i sigurt sipas tij dhe premtoi se kompanitë amerikane të naftës do të përfitojnë nga infrastruktura e Venezuelës. A është vërtet ky veprim një shembull i qartë i politikës po quajtur neokoloniale, ku një superfuqi e përdor pushtetin ekonomik për të kontrolluar burimet dhe politikat e një vendi tjetër? Po, është pikërisht kthim në periudhën koloniale. Mirë po Trumpi nuk është i aftë ta administroj shtetin e tij, e ku mbeti ta administroj Venezuelën me 30 milion banor, shumica e të cilëve janë të varfër dhe kanë
kërkesa të ndryshme, pra është e pamundur që prej Washingtoni të administrohet edhe Venezuela. Kuptohet që Venezuelan do ta qeverisin venezuelanët. Tani ata kanë presidentin e tyre në detyrë, e cila është zëvendës presidentja dhe e cila tha që ne njohim vetëm një president dhe ai është president Maduro dhe kërkojnë lirimin e tij. Tani shpresa e administratës Trump është që ndoshta mbas 3 muajve do të ketë zgjedhje presidenciale në Venezuelë dhe kandidati i tyre favorit do të fitoj. Nëse nuk fiton, atëherë do të përpiqen përsëri nëpërmjet dhunës të bëjnë ndrim të pushtetit. Po kuptohet që planet e shtëpisë nuk dalin në pazar dhe besoj që do të ngecet politika amerikane, do të dështojë në Venezuelë, ashtu sikur është duke dështuar administrata amerikane në të gjitha fushat. Dhe ne nuk duhet të habitemi me këtë veprim të fundit të Amerikës. Kjo është vazhdimsi e politikës agresive amerikane për politikë të jashtme. Ne nuk duhet të shkojmë më larg. E kemi në rajon ku amerikanët nëpërmjet dhunës i kanë larguar shumë regjime. E kemi regjimin e Miloševićit, cilat e morën e futën në burg dhe vdiq në burg. Pra e kemi të freskët atë rast. E kemi rastin e fundit kur hynën në Libi dhe e vran presidentin e Libis Gaddafi. E kemi rastin e Irakut kur hynë dhe e vran presidentin e Irakut Saddam Hussein. Po edhe në Shqipëri nuk është situata më ndryshe. Ju e keni Ilir Metën, i cilin e morën amerikanët e futën në burg, ja shkatruan partinë. Pra është një politike zakonshme e SBA-s. Dhe çka është interesante është përzgjedhur data 3 janar 2026, për shkak se më 3 janar, besoj në vitin 1980, po të njëjtën aksion ushtarak e marrin kundër presidentit të Panamas dhe me një ndërhyrje ushtarake e kidnapojnë edhe presidentin e Panamas, e fusin në burg, ku besoj që edhe vdes në burg ai. Pra është një vazhdimsi dhe kuptohet që është një zhgënjim i madh për votuesit e Trump, i cili votuesve të vetë u thoshte që ne nuk do të bëjmë luftra, nuk do të bëjmë përpjekje për ndrim të regjimeve në përbot. Por nga ana tjetër është edhe sinqeriteti i fjalëve të presidentit Trump, i cili hapturazi thotë që ne shkuam në Venezuelë që t'ua marrim naftën dhe do të fitojmë shumë para nga shitja e naftës. Pra presidentët tjerë kur ndërhynin thonin që ne shkojmë atje të mbrojmë drejtat e njeriut, të përhapin demokrasi, përderisa presidenti Trump e tregon fytyrën e vërtet të politikës amerikane, që është agresive dhe imperialiste, kolonialiste dhe përpiqet që të shfrytëzojë shtetet më të dobta. E qartë, zëve Dauti, nga ana tjetër, cilat mund të jenë pasojat që mund të ketë ky incident për stabilitetin politik nga njëra anë edhe ushtarak në anën tjetër në Amerikën Latine dhe si mund të ndikojë sigurisht dhe në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës? Tani kuptohet marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Por unë këtu e fajsoj dhe nuk kam as pak mëshirë për presidentin Maduro, i cili nuk u përkujdes për veten e tij. Ai edhe pse i erdhën anijet ushtarake në afërsitë të Caracasit, ai qëndronte në Caracas. Venezuela është shtet i madh, ai ka mund të tërhiqet në periferi, dikund në kufim ndoshta edhe me Kolumbinë apo në mes të Venezuelës. Pra nuk e mori seriozisht rrezikun e Trumpit. Ne duhet kemi parasysh që Trumpi është me vendbanim në Florida, dhe në Florida, në shtetin e Floridas kemi shumë nga Amerika Latine, sidomos të diasporës kubane, të cilët edhe kanë fuqi votuese, po edhe kanë fuqi për shkak se edhe kanë erdhur dikun 60 vite, 50 vite më herët dhe janë bërë edhe shumë pasanik, janë edhe donator të Partisë Republikane. Pra këta ndikohen edhe nga lobi latin të qym apo i diasporës kubaneze. Dhe jo vetëm Trumpi, po edhe Marco Rubio është prej Kube. Jo vetëm Marco Rubio, po edhe Pam Bondi, ministri drejtësisë, është prej Floride. Edhe shefi CIA-s, i cili e mori këtë iniciativë, është prej
prej Floride, po ashtu edhe ambasadori OKB-s në ISHB-s Mike Vance, edhe ai është kongresmen i Amerikës, pra të gjithë janë këta guvernator, kongresmena, senatora me vendbanim në Floridë.